Ty të ka ndodhur të vjedhi në një nga udhëtimet e tua? Fatë mirësisht, zotë, jam shumë e kujdesshme. Në Sa 30 me faqe vjetët që duket, zoti më do shumë. As një valigjë s'ke humbur, as në aeroport? As valigjët humbur, as një cent i marë. Për shumë, më kujtove, ishim në Madrid me një shoqen time, dhe të dyja ishim me çanta kështu të pasme. Çanta shtëpi, themi ne. Edhe, po ju më janë kaq mjeshtra, na kishin hapur që të dyjave, dhe s'kishim ndier fare, po fare. Tani, aty është një rrugë e këndshme që ka disa hotele dhe Madridi atë po i thoja dhe Sylianit. Për mua është nga qyteti që ka ruftopet më të bukura në botë. Edhe i them unë kësaj, hajde shkojmë, thashëm ke ky ruftop i lartë. Momenti që futemi brenda na thot security i hotelit se me 5 hyje. Ma tha, vajza, tha, ju i keni valizhet të hapur, çantat e shpinës të hapura nga mbrapa. Uaj, thashun, unë kisha shumë para me vete, po tani unë jam e kujdesshme. Po ishin gjithë ato, kisha bërë në fund dhe kisha bërë roba sipër. Shiko, ata e hapin çantat, ai nuk gërmon, nëse ti je budallaq. Pra ti kishe fshehur shumë mirë parat. Ndaj shpëtove.